Mirëmëngjes vëllezër dhe motra. Si para 2 javësh, fjala e Zotit na vjen sot nga 1 Korintasve 14, vargjet janë 20 deri 40. Pra 1 Korintasve 14, vargjet 20 deri 40. Dhe tema e sotme është të follurit në profetësi. Edhe për nder të fjallës së Perëndis, që po lexojmë tani, edhe do të dëgjojmë tani, edhe do të shpreh, le të ngrihemi në këmbë duke marrë fjallën e Perëndis si fjallë profetësie për ne. A mund të lexosh ti? Vëllezër, mos jini fëmijë nga mendja, por jini foshnjë për të ligën, dhe jini të pjekur nga mendja. Në ligj është shkruar: unë do t'i flas këtij populli në gjuhë të tjera dhe me buzë të tjera, por as kështu nuk do të më dëgjojnë, thot Zoti. Prandaj gjuhët janë një shenjë jo për ata që besojnë, por për jo besimtarët, kurse profecia nuk është për jo besimtarët, po për besimtarët. Pra në qoftë se kur të gjithë kisha është mbledhur në një vend dhe të gjithë flasin gjuhëra dhe hyn të paditur ose jo besimtar, a nuk do të thonë se ju jeni të çmendur? Por në qoftë se profetizojnë të gjithë dhe hyn ndonjë jo besimtar ose i paditur, ai bindet nga të gjithë dhe gjykohet nga të gjithë. Dhe kështu të fshehtat e zemrës së tij zbulohen, edhe kështu duke rënë përmbys do të adhurojnë Perëndin, duke deklaruar se Perëndia është në të vërtetë midis jush. Nevoja e rregullit në bashkësi. Ç'duhet bërë pra vëllezër, kur të mblidheni, secili nga ju ka psalm, ka mësim, ka të folur në gjuhë tjetër, ka zbulesë, ka interpretim gjuhësh, të gjitha le të bëhen për ndërtim. Nëse ndonjë flet në gjuhë tjetër, le të bëhet kjo nga 2 a më të shumtën 3 vetë dhe njëri pas tjetrit, dhe një le të interpretojë. Por nëse nuk ka interpretues, le të hesh në kish dhe le të flasë me veten e tij dhe me Perëndin. Le të flasin 2 a 3 profetë dhe të tjerë të gjykojnë. Por nëse ka një zbulesë ndonjë tjetër që riulur, le të hesh i pari, sepse të gjithë njëri pas tjetrit mund të profetizojnë, që të mësojnë të gjithë dhe të inkurajohen të gjithë. Dhe frymërat e profetëve u nënshtrohen profetëve, sepse Perëndia nuk është Perëndi trazimi, por paqëtimi, si në të gjitha kishat e shenjtorëve. Gratë tuaja të heshtin në kisha, sepse nuk u lejohet të flasin, por duhet të nënshtrohen, sikurse thotë edhe ligji. Dhe në qoftë se duan të mësojnë ndonjë gjë, le të pyesin burrat e tyre në shtëpi, sepse është turp për gratë të flasin në kish. Apo prej jush doli fjala e Perëndis, apo vetëm te ju arriti? Në qoftë se dikush mendon se është profet ose frymëror, le të njohë se ato që po i shkruaj janë urdhërime të Zotit. Dhe nëse dikush është i paditur, le të jetë i paditur. Prandaj o vëllezër, kërkoni me zel të zjarrt të profetizoni dhe mos ndaloni së folurin e gjuhëra, por të gjitha të bëhen siç ka hije dhe me rregullsi. Vëllezër dhe motra, tema e sotme është të follurit në profetësi, edhe e marrim nga vargjet kryesore që janë 1 Korintasve 14, vargjet 24 dhe 25. 1 Korintasve 14, vargjet 24 dhe 25, kur fjala e Zotit na thot: por në qoftë se profetizojnë të gjithë, dhe hyn ndonjë jo besimtar ose i paditur, ai bindet nga të gjithë dhe gjykohet nga të gjithë, dhe kështu të fshehtat e zemrës së tij zbulohen, dhe kështu duke rënë përbys do të adhuroj Perëndin, duke deklaruar se Perëndia është me të vërtetë midis jush. Ndoshta mbani mend, para 2 javësh menduam për të follurit në gjuhë. Por Pali tha të follurit në gjuhë, qoftë gjuhë të huaja, qoftë gjuhë të panjohura, kjo nuk është gjithmonë e qartë, po Pali tha të follurit në gjuhë është së pari për fëmijë nga mendja.
Së dyti është një dëshkim për një popull jo të bindur. Edhe së treti është një shenjë për jo besimtarët që Perëndia kalon kufit e kulturëve dhe të feve, dërsa në të kundërtën të follurit në profetësi është për besimtarët. Të follurit në profetësi është për besimtarët, ende për dobin e jo besimtarëve. Sot kemi për të menduar për këtë temë në 3 aspekte. Karakteri i profetësisë që është dhunti. Së dyti, dobia e profetësisë për besimtarët që është për ndërtim. Edhe së treti, dobia e profetësisë për jo besimtarët që është për zbulim. Karakteri i profetësisë është dhunti. Dobia e profetësisë për besimtarët është ndërtim, dhe dobia e profetësisë për jo besimtarët është zbulim. Së pari, karakteri i profetësisë që është dhunti. Profetësia vjen nga Dhjata e Vjetër. Ju dini për profetë si Elia, Jeremia, Zakaria. Në atë kohë, profetësia ishte një mesazh prej Zotit për popullin e beselidhjes, pra popullin e Izraelit. Në të tashmen, për bindje për ata që devijojnë nga vullneti i Perëndis, dhe inkurajim për ata që ishin besnik. Profecia nuk foli vetëm për të tashmen, por edhe për të ardhmen, duke thënë dënimin për ata që ngulin këmbë në të keqen, dhe premtimin e shpengimit për ata që përmes një shpengimtari që bën flijim për mëkatet e të dashurisë së Perëndis, pendohen. Edhe ky pendim vjen nga ai shpëtimtar, i cili bëri flijim për mëkatet e të dashurve të Perëndis, edhe i cili përmes frymës së tij që do të derdhet për shëntërimin e tyre. Edhe ka patur një seri profetësh, qysh nga Mojsiu i madh, për te Krishti profeti më i madh se Mojsiu. Edhe ata profet karakterizohen nga 3 gjëra. Ata ishin të thirrur prej Zotit, folën në mënyrë të pagabueshme, edhe shpesh ishin në vetmi përballë popullit të Perëndis, edhe prandaj në vuajtje. Kur erdhi Krishti, profeti më i madh, ai ka përmbushur profetësit e Dhjatës së Vjetër, apo do t'i përmbus me anë të frymës së tij deri kthimin e tij të dytë. Por të gjitha ato profetësi që u dëshmuan për shpëtim, ai i ka plotësuar. Edhe ai ka bërë fëmijët e tij gjithashtu profet. Çdo fëmijë i Perëndis është një profet, ka dhunti profetike, duke dëshmuar për hirin që ai ajo ka marrë në vendin e vet. Gjithashtu në Dhjatën e Re ka profet të veçantë, po jo saktë në mënyrë si që ishte në Dhjatën e Vjetër. Ata profet të veçantë të Dhjatës së Re
shpjegonin fjalën profetike për të tashmen me zbatim në ndërgjegje edhe në situatën konkrete, sepse duhet të mbani mend, dhjata e re nuk ishte shkruar akoma. Edhe kishte nevojë në ato kisha të hershme për profet që shpjegonin fjalën e Zotit. Edhe e zbatonin me prehtësi në zemrën e besimtarëve, e dëgjuesve. Shembull kemi për shembull tek Pjetri në ditën e rishajeve, si shpjegoi ai profetësitë e Joelit dhe të Davidit. Edhe si a zbatoi atë me prehtësi në zemrën e dëgjuesve, ju keni kryqëzuar Krishtin. Edhe pak më vonë ishte në Antioki, kishte 5 pleq që quheshin profet dhe mësues, mund ta lexoni tek Vepra 13. Edhe ata ndërsa po kryenin shërbesën e Zotit dhe agjironin, fryma e shenjtë tha, mi ndani veç Barnaban dhe Saulin për veprën për të cilën i kam thirruar. Pra Perëndia zbuloi vullnetin e tij atyre pleqve apo profetëve. Edhe 2 kapitull më përpara, Veprat 11, flitet për disa profet që zbritën nga Jeruzalemi për në Antioki, edhe u grit një nga ata me emër Agab dhe më anë të frymës parathoshte se do të ndodhte në mbar botën një zije madhe buke që kjo ndodhi nën Klaud Cezarin. Pra, përveç apostujve, në kishat e hershme kishte një brez profetësh që funksiononin si predikuesit e ditës së sotme, duke kuptuar fjalën e Perëndis në dhjatën e vjetër dhe duke e zbatuar në mes të kishave për ndërtimin e kishës. Ky brez që ai nevojshëm, sepse si thash, kishat ishin të reja, nuk kishte akoma pastor, kishte vetëm ata apostuj që përshkonin prej një kishave të tjera, dërsa në mungesën e një apostoli ishin ata profet, mund të themi, që shpjegonin fjalën e Perëndis kishës. Ata kishin një dhunti të veçantë për të folur fjalën e Perëndis me qartësi edhe me prehtësi zbatim. Ishte një brez të veçantë që në dhjatën e vjetër e re gjithmonë dihet si apostujt dhe profetët. Ishte një seri oficbajtësit në kish, apostujt së pari, pastaj profetët që shpjegonin fjalën e Perëndis. Edhe kjo për dobin e besimtarëve. Edhe tani vim tek kapitulli 14. Shiko, 1 Korintësve 13, vargu 3, thot, kurse ai që profetizon u flet njerëzve për ndërtim, për nxitje. Jo. Vargu 3, 5, ja.
Vargu 3. Kurse ai që profetizon u flet njerëzve për ndërtim, për nxitje e për dëlim. Vargu 5. Por do të doja që të gjithë ju të flisni gjuhë, por më tepër të profetizonit, sepse ai që profetizon është më i madh se sa ai që flet gjuhë, vetë që në interpretoft që të marrë ndërtim kisha. Vargu 6. Dhe tani ju vëllezër, po të vija e ju të flisja në gjuhë, çdo bidu të kishit, po të mos ju flisja me anë të zbulesës apo me njohuria, me profecia, me doktrinë. Edhe 19. Po në kish dua më të mirë të them 5 fjalë me mençurin time për mësimin e të tjerëve, se sa 10.000 fjalë në gjuhë tjetër. Pra kishte në Korint njerëz që folën në gjuhë, kishte njerëz që erdhen me një këngë, kishte njerëz që flisnin me profetësi, pra kishte njerëz që ishin përfshirë në shërbesën në kuptimin të ndryshëm. Edhe fjala është për besimtarët, për ndërtim, për nxitje, për përdëlim. Edhe Pauli tha, profecia është i preferuar mbi të follurit në gjuhë. Në Korint folën shumë apo të gjithë besimtarët. Vargu 26 thot, kur të mblidheni secili ka ju ka një psalm, ka mësim, ka të folën në gjuhë tjetër, ka zbules, ka interpretim gjuhësh, të gjitha le të bëhen për ndërtim. Edhe midis atyre kishte disa që ishin profet të veçantë, që morën një zbules shpjegues dhe zbatues, po për ata Pauli vendosi disa rregulla. Shikoni ato faqe që kemi lexuar, 29 deri 32, pastaj 37. Pra kur u mblodh kisha e Korintasve, Pauli tha, le të flasin 2 a 3 profet, dhe të tjerët që gjykojnë. Çfarë të gjykojnë? Nëse mesazhi i profetëve është sipas fjalës së Perëndis. Vargu 30. Po nëse ka një zbules ndonjë tjetër që rri ulur, le të heshti pari, pa ngrihet një person për të folur një profeci që shpjegon diçka nga fjala e Zotit, po nëse dikush tjetër merr një zbules direkt nga fryma e shenjtë, i pari ulet dhe i dyti ngrihet për ta thënë fjalën që ai kishte marrë. 31, sepse të gjithë njëri pas tjetrit mund të profetizojnë, që të mësojnë të gjithë dhe të inkurajohen të gjithë. Dhe frymërat e profetëve u nënshtrohen profetëve. Kjo kupton që kur flet një profet, të tjerët e dëgjojnë, edhe fryma e të parit është i nënshtruar të dytit, të tretit, që ata komentojnë mbi profecitë e tyre, nëse shpjegimi i tyre i të parit është sipas vullnetit të Perëndis, ndryshe i pari ka për të heshtë. Kështu profetët korrigjojnë njëri tjetrin. Edhe ato rregulla që janë për rregullsi, të flasin vetëm 2 apo 3, të bëhet me radhë, edhe me shpjegim, me gjykim, thot Pauli në vargun 37, në qoftë se dikush mendon se është profet apo frymëror, le të njohë se ato që po ju shkrua janë urdhërime të Zotit. Nuk janë gjëra të lehta, Pauli kërkon rregullsi në kish. Si karakterizoheshin ata profet të dhjatës së re, në krahasim me profetet e dhjatës së vjetër, të ndryshëm, thash. Së pari, ata ishin burra të veshur me dhunti prej Zotit, po jo me një thirrje kaq të prerë siç kishte në dhjatën e vjetër. Ata që folën si profet në kish, nuk ishin të pagabueshëm si profetet e dhjatës së vjetër, por ishin të gabueshëm,
mund të shprehin diçka që erdhi nga zemra, po nuk që e korrekt. Prandaj profetët korrigjonin, gjykonin njëri tjetrin. Pra një profet nuk ishte i pagabueshëm në Dhjetën e Re. Edhe ata nuk ishin përballë popullit të Perëndis si në Dhjetën e Vjetër, por ata ishin pjesëtar të bashkësisë, edhe folën bashkësisë sipas mendimeve që ata kishin marrë nga fryma e shenjtë sipas bindjes së tyre. Tani dikush mund të thotë, po ne nuk veprojmë kështu sot. Flet gjithmonë një person, një predikues. Nuk ngrihet Eltoni për të thënë një shprehje, apo Jelësi, apo Ricardo, apo njëri vetëm flet një predikim. Pse nuk veprojmë si Pali ka thënë në Korinta? Është pyetja reale. Duhet të kuptojmë që në Dhjetën e Re ka faza ku ndërtohej kishat. Ka një zhvillim. Për shembull, në Korinth nuk kishte pleq akoma, as djak. Pra nuk kishte një apo dy persona që ishte në krye, por ata ishin vëllezër dhe motra me njëri tjetrin, edhe sipas dhuntis, disa vëllezër shprehnin fjalën e Perëndisë. Jo gra, kemi lexuar që ata të rrinin në heshtje, por disa burra flisnin me radhë, me rregullsi. Por më vonë u bë një zhvillim. Avash. Edhe për këtë dëshmon vetë Pali, autori i letrës drejtuar Korintësve, i cili është gjithashtu autori i letrës drejtuar Timoteut. Tani në letrën e parë drejtuar Timoteut, Pali flet për peshkop apo pleq. Në kapitullin 3, vargu 2, ai thot, duhet pra një peshkop, që peshkopi të jetë i paqotueshëm, buri një gruaje të vetme, të jetë i kthjellët, i arsyeshëm, i ndershëm, i kpritës, i aftë të jap mësim. Pra të thënët, mësim është puna e peshkopit apo plakut. Kapitulli 4, vargu 13, Pali shkruan, kushtoju leximit, nxitjes dhe dënjes së mësimit derisa të vijun. 14, mos a lër pas dore dhuntin që është në ty, Timoteu, e cila të është dënë me anë profetësie, me vënien e duarve nga pleqësia. Pra, ai Timotej, që ishte një burr pak i ri, ai ishte vendosur në detyrën e tij, në përgjegjësinë e tij, me vënien e duarve nga pleqësia të një kishe tjetër. Edhe si dinin ata që Perëndia kishte zgjedhur Timoteun për të predikuar? Me anë profetësie. Pra profetësia funksionoi për të zbuluar vullnetin e Perëndis, edhe pastaj pleqësia ka rregulluar këtë dhunti. Edhe kështu Timoteu u caktua si predikues, si bashkëpunëtor të Palit. Edhe Pali tha, ti kushtoju leximit, nxitjes dhe dënjes së mësimit derisa të vijun. Pra, detyra e mësimdënjes në kish ishte bërë avash detyra e disa personave në veçanti. Pali në krye derisa të vijun, ndërkohë kur Pali nuk ishte një person si Timotej. Edhe në kapitullin 5 të letrës së parë drejtuar Timoteut, vargu 17, Pali shkruan, pleqt të qeverisin mirë, le të nderohen dy fish, sidomos ata që mundohen në fjalë e mësim. Pra, kishte një grup pleqësie në ato kisha, ku shërbeu Timoteu,
disa pleq që dëshiroj që edhe ne të ardhmen t'i kemi, edhe midis pleqve kishte disa që mundohen në fjalë e mësim. Pra brenda pleqësisë kishte një apo dy që kishin për përgjegjësi të flisnin fjalën e Perëndis. Pra, nëse ne krahasojmë situatën në Korint me letrën drejtuar Timoteut, ne shikojmë zhvillimin që diçka si dhunti profetike në kishën e Korintit u zhvillua pas 12 vitesh si një detyrë për pleqt, sidomos ata pleqt që kishin dhuntin e fjalës të mësimit. Pra, ne si kishtë vinë më vonë, kemi për të krahasuar veten tonë me situatën që Pali ka shkruar në letrat e tij të fundit, drejtuar Timoteut dhe Titit, edhe prandaj ne në kishë kemi një apo dy të pleqve faktikisht, që mos nuk kemi pleq në saktësi, por disa që janë dërguar nga kisha për të predikuar, për të dhënë mësim. Prandaj kemi këtë situatën e sotme. Edhe në të njëjtën kohë që zhvillohej kisha në këtë mënyrë, u shkrua gjithashtu dhjata shkruhej gjithashtu dhjata e re. Pra ata pleq predikues kishin me vete fjalën e Perëndis. Ata nuk prisnin një zbules të veçantë, që mund të ndodhej ndonjëherë, por zakonisht ata përgatisnin një mesazh prej Ungjillit të Lukës, prej letrës së Palit, prej letrës së Pjetrit, që ata kishin shpërndar. Pra avash kisha u zhvillohej në situatën që kemi ne tani. Pra ata predikues vepronin me fjalën e Perëndis të djatës së vjetër dhe të djatës së re që po ndërtohej, edhe ishin caktuar prej kishës për këtë përgjegjësi, me një thirrje në zemër që Perëndia i kishte caktuar. Pra Perëndia nuk zbuloi gjëra jashtë fjalës. Dua të theksoj këtë, sepse deri sot, qysh nga ajo kohë, gjatë shekujve domethënë, gjithmonë ka patur njerëz që nuk ishin me kishat kryesore, nuk ishin me kishat e rregullta, po që thanë, sigur, te Korint kishte profet, edhe unë jam profet. Edhe unë marr një zbules të veçantë nga Perëndia, e dua të them këtë, juve. Nuk e di nëse shkruan në diçka të tillë në fjalën e Perëndis, por unë e kam marrë si mesazh prej frymës së Shenjtë, dhe është e vërtet. Nëse është diçka që nuk e shkruan në fjalën e Perëndis, a shkon kjo? A ndoshta mund të jetë edhe në kundërshtim të fjalës së Zotit kjo? Jo, nuk shkon. Edhe rreziku i profecive të lira është që fjala e Perëndis të nënvlerësohet, të zhduket në një cep të kishës, edhe disa persona entuziast të flasin shumë, po duke anashkaluar fjalën e zbuluar dhe të shkruar dhe të aprovuar nga kisha, si që kemi tani Biblën. Pra, fjala është profetike, thot Pjetri në letrën e tij të dytë. Fjala e Perëndis është profetike. Prandaj ne nuk flasim për profet, por ne themi ka predikues me dhuntin profetike, po jo si një pozicion të veçantë në kishë. Edhe ajo dhunti profetike akoma ekziston në këtë mënyrë, asnjëherë në të njëjtin nivel si fjala e Perëndis. Nuk ka mundësi që dikush të thotë, unë kam marrë një mesazh që është i barabartë me mesazhin e Palit. Gabim. Por, ndonjëherë kisha është një rrezik. Ndonjëherë kisha ka mungesa
në shërbes. Në atëherë, Perëndia mund të zbuloj vullnetin e tij në atë situatë konkrete, duke zbuluar diçka një prej pastorëve për ndërtimin e saj kishe. Për shembull, kam lexuar për një pastor në Holland para një shekulli ndoshta, që kishte një sëmundje shumë të rëndë dhe ai dinte që do të vdiste nga ajo sëmundje. Po pastori që i re, kisha që e madhe, e ai u luftoi me Perëndin në lutje, si të zgjidhej situata e saj kishe, që ai ishte për tu larguar nga vdekja. Edhe Perëndia e zbuloi diçka. Ai thiri pleqt e kishës së vet, edhe tha, pasi kam vdekur unë, thirrni atë pastor në një qytet tjetër të vi këtu për të bërë pastor e kishës sonë. Edhe ai do të pranoj thirrjen. Kështu më ka zbuluar Perëndin. Edhe u bë kështu. Një tjetër shembull është kur filloi lufta e dytë botërore, kishte një pastor në Holland që ishte shumë i bekuar. Ai kishte shumë merak për kishën e tij që ishte shumë e madhe. Ai u luftoi me Perëndin në lutje, dhe Perëndia e zbuloi që gjatë viteve të luftës, asnjë anëtar të kishës së tij do të vdiste nga lufta. Dhe kështu është bërë. Pas 5 vjetësh, ata kanë falendruar Perëndin që ai ka shpëtuar bashkësinë të mos vdisni njeriu nga plumi. Po këto gjëra nuk janë dhunti profetike me një program. As me një person në krye që thot, unë jam profeti, unë gjithmonë merr dhunti të tilla dhe zbulesa të tilla. Jo, ata gjëra bëhen si surprizë, si dhurat prej Perëndis, jo në mënyrë të planifikuar. Tek ata njerëz që ndoshta janë njerëz të thjeshtë, po me një jetë shumë afër Perëndis në lutje. Edhe zakonisht janë shërbestar të thirrur prej Perëndis me shumë peshë në zemër për kishën e tyre, që Perëndia mund të zbuloj diçka në zemrën e tyre, po jo në nivelin e Biblës, thjesht për një situatë konkrete, rreziku apo nevoje të kishës. Tani dobin e profecisë për jo besimtarit. Kjo mund të përmblidhet me fjalën zbulim. Kthehemi tek vargjet 24-25. Po në qoftë se profetizojnë të gjithë dhe hynë ndonjë jo besimtar ose i paditur, ai bindet nga të gjithë dhe gjykohet nga të gjithë, dhe kështu të fshehtat e zemrës të tij zbulohen. Edhe kështu, duke rënë përbys, do të adhuroj Perëndin, duke deklaruar se Perëndia është me të vërtetë midis jush. Çfarë ndodh kur vjen një jo besimtar në një kish kur predikohet fjalë, kur ka profeci përmes predikimit? Ndoshta mbani mend vetë, sepse ju të gjithë, ne të gjithë kemi ardhur një herë për herë të parë në kish. Ndoshta para 20 vitesh, po ka ndodhur që ishi një herë për herë të parë. Edhe në javët që vijonin, apo në muaj që kanë vijuar, diçka ka prekur zemrën tënde në mënyrë që ti bëheshe nga jo besimtar, besimtar. Ky ndryshim përshkruhet këtu në vargjet 24-25. Edhe shikoni foljet. Vjen ndonjë jo besimtar ose i paditur. Së pari, ai bindet për fjalën e Perëndis në zemrën e tij. Ai gjykohet. Jeta e tij jo besimtare gjykohet nga profetët, nga anëtarët e kishës, që ai të kuptoj që jeta e tij nuk është sipas fjalës së tij. Kështu, vargu 25, të fshehtat e zemrës së tij zbulohen, sepse ai si jo besimtar ka mëkate në zemër.
mëkatet e tanishme, mëkatet e vjetra të rinis, edhe ata fshihen, por fjala e Zotit i zbuloi. Dhe kështu ai duke rënë përbys, a shikoni përulljen e tij për shkak të mëkateve të zhbuluara, ai bie përbys. Edhe do të adhurojë Perëndin që ai nuk njihte përpara, por tani filloi të njohë. Edhe deklaruar se Perëndia është me të vërtet, me dyshuj. Pra, ai thot, fjala e Perëndis është një fjalë e vërtet, siç predikohet këtu, sepse unë kam gjenë në zemrën time, më ka zbuluar Perëndia mëkatet e mia, i kam rrëfyer, jam përullur. Edhe kjo është diçka shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme. Çfarë ndodhi kur Pjetri predikoi në ditën e Rishajve? Pas predikimit të tij, Pjetri tha, të di pra me siguri, gjithë shtëpia e Izraelit, se atë Jezus që ju e keni kryqëzuar, Perëndia e ka bërë Zot e Krisht. Kur ata i dëgjuan këto gjëra, u të shpua zemra atyre dhe pyetën Pjetrin dhe apostujt, burra ç'vëllezër që duhet të bëjmë? U të shpua zemra atyre. Kjo është zbulimi i gjërave të fshehta mosbesimi. Edhe ata pyetën Pjetrin dhe apostujt, ç'duhet të bëjmë? Edhe Hebrejt 4:12, sepse fjala e Perëndis është e gjallë dhe vepruese, më e mprehtë se çdo shpatë me dy tehe, dhe depërton deri në darjen e shpirtit dhe të frymës, të nyjeve dhe të palceve, dhe është në gjendje të gjykojë mendimet dhe dëshirat e zemrës. A shikoni? Kjo është që atë që pari thot është zbulimi i të fshehtave të zemrës. Dhe sa dëshiroj vëllezër dhe motra, që ju mbani mend këtë, që ju keni ardhur këtu në Kisht, qoftë në herën e parë, qoftë pas 5 vitesh, kush e di, por që ka depërtuar fjala e Zotit në zemrën tënde, për të zbuluar kush ishe ti para Perëndis si mëkatar. Kur vjen dikush në Kish, ne nuk themi gëzohemi që je i shpëtuar tani. Ne lutemi që fjala e Perëndis do të depërtojë në skutat e zemrës së tij për të zbuluar ato të fshehtat që janë kundër vullnetit Perëndis. Kjo është e nevojshme. Sepse kështu fryma e shenjtë na tregon mjerimin tonë, që jemi fajtor para Perëndis, që kemi nevojë për një shpengues, Krishti. Edhe kjo nuk është një përvojë e njëhershme, sepse çdo fëmijë i Perëndis di që vinë momente në jetën e tij që ndoshta ai mendon, unë jam besimtari i mirë, jam më i mirë të paktën se ky. Edhe ajo krenari, ajo vetëdrejtësi do thyhet, sepse Perëndia e shikon si diçka të njeriu të vjetër. Edhe fryma e shenjtë do të zbulojë fshehtësinë e këtij mëkati krenarie, edhe do ta sjell prapë në dritë, që ai person që ishte bërë për vite besimtar, të rizbuloj veten e vetë si mëkatar. Edhe kur prandaj ne lexojmë ligjin e Perëndis çdo javë, jo vetëm për njerëz të paditur, por edhe për njerëz me dituri biblike, ne kemi nevojë vazhdimisht na zhbulohen mëkatet tona. Apo jo? Edhe kështu vepron fryma e shenjtë për herë të parë për të na
rilindur, për të na gjallëruar, për të na zbuluar të fshehtat e zemrës, por ligji i Perëndis vazhdon në dorën e frymës së Krishtit, vazhdon të na tregoj sa të mëkatshëm jemi. Dhe çdo fëmijë i Perëndis besoj di këtë nga zemra që unë kam nevojë për një zbulim të fshehtave të zemrës time në vazhdim. Që edhe në vazhdim, Ungjili i Jezu Krishtit e tërheq drejt kryqit të Krishtit, kur ai mund të gjej fallje, një jetë të re. Kjo nuk është diçka e njëhershme ardha te kryqi, por kjo është diçka e vazhdueshme. Edhe Perëndia na sjell andej përmes të zbuluarit të mëkatshmërisë sonë. Edhe prandaj attituda e këtij njeriu që eri për herë të parë në kish është diçka që përsëritet, prandaj do përsëris ato folje. Ai bindet, gjykohet, zbulohet të fshehtat, zbulohen të fshehtat e zemrës, ai bie përmbys, ai adhuron Perëndin, duke deklaruar se Perëndia ka folur me të vërtet mes jush atij. Ju lutem, pasqyroni veten nëse ka funksionuar fjala profetike kështu në zemrën tënde, siç eri profeti tek Davidi. Ti je ai burr që ka mëkatuar me Batsebën. A ka ardhur fjala kaq të mprehtë në jetën tënde? A ka vazhduar të pres ajo shpat mëkatet e tua? Kjo është e rëndësishme. Edhe kështu ne humbasim vlerën tonë, ne humbasim vetë drejtësinë tonë, ne humbasim mbështetjen tek unë jam bërë besimtar, unë di këto gjëra. Jo, kështu drejtohemi drejt Krishtit, profetit më të madh, i cili di të përgjigjet të gjitha atyre pyetjeve dhe partetësive dhe dyshimeve që kemi ne. Që ne të mësojmë që drejtësia dhe shenjtëria e Krishtit janë të mijat. Pra, sot profecia është fjala e shkruar e Perëndis në mënyrë të predikuar, dhe në mësime, në studime biblike, në mbledhje të burrave dhe të grave, në dëshmi që mund të japim njëri tjetrit. Kjo është fjala profetike, me qëllim që të zbulohet zemra, jo vetëm në fillim, por edhe në vazhdim të jetës sonë frymërore. Sepse ajo fjalë profetike rilind ato që është pa jetë, hap ato që është e mbyllur, drejton ato që është e errët, zbulon ato që është e fshehur, i paraqit Perëndis ato që është mbajtur për vete, gjikon ato që është e mëkatshme, përull ato që është krenar, bën të turpshme ato që ishte poqyer, rrëfen ato që ishte justifikuar, kërkon falje ato që ishte kompenzuar me veprat e mira, drejton te Krishti që ato që shfaqësonte vetveten. Edhe kështu profeci janë për ne. Le të ndjekim ato profeci me kujdes, duke u lutur të ndërtohemi, edhe le të mos prehemi deri profecit e fjalës së Perëndis na kanë shtyr drejt Krishtit. Së fundi lexoj, kjo është mbyllja Efesianëve 4 vargjet 11 deri 13. Dhe ai Krishti i lartësuar dha disa si apostoj, të tjerë si profet, të tjerë si ungjilltar, të tjerë si barinje mësues, për ndreqjen e shenjtorëve, për veprën e shërbimit dhe për ndërtimin e trupit të Krishtit, derisa të arrijnë të gjithë tek uniteti i besimit dhe e njohjes së Birit të Perëndis,
të një burr I përsosur në masën e moshës së plotësisë së Krishtit. Të mos jemi me foshna të hedhur andej këndej dhe të quar aty këtu nga çdo erë doktrinës, nëpërmjet mashtrimit të njerëzve dhe dinakërisë së tyre që me dredhi çojnë në gabim, por duke thënë të vërtetën me dashuri të rritemi në çdo gjë drejt atij që është kriju Krishti. Amen. Le të lutemi. O Perëndi, të falenderojmë për fjalën tënde, që është shpatë për ne. Ne lutemi që ajo shpatë të ketë të shpuar zemrën tonë edhe ta bëjë në vazhdim. Të fshehtat e zemrës sonë të zbulohen edhe të na drejtohemi te kryqi I Krishtit me të gjitha ato gabime dhe mëkate dhe të rrefejmë haptas duke rënë përbys para Teje. O Zot, jepna këtë hir, të bëhemi të sinqert para Teje. Ti di të gjitha, po di që I dëshiron ta dëgjosh nga ne si rrëfim. Ne lutemi që më shumë njerëz nga lagja të vinë për të dëgjuar këto fjalë, që të fshehtat e zemrës së tyre të zbulohen, e ata të bëhen besimtar të Krishtit. Ne lutemi për aktivitetet e javës. Çdo herë kur hapet fjala jote, le të jetë me fuqi profetike. Shtoje frymën tënde të shenjtë në çdo aktivitet, në çdo dëshmi ndaj fëmijëve, ndaj të rinjve, ndaj të rriturve, që ata të njohin Ty, Zoti Jezus. Jipe ne profetin e Perëndis më të madh. Ne lutemi për të sëmurët, për familjet. Shtona dashuri për fëmijët tanë, shtona dashuri për burrin apo gruan, shtona dashuri për të sjell mirë me njëri tjetrin si kish, shtona dashuri me simdhënjeje dhe pastorit dhe atyre që kanë përgjegjësi. Ne kemi nevojë për Ty edhe për fjalën Tënde. Kështu lutemi edhe për kishtat tona motre, që Ti të veprosh në vazhdim me ata. Dhe të falenderojmë për bekimet që na ka marrë, që na ka dhënë. Ne lutemi për botën me shumë vështirësi, që ajo të vijë tek kryqi për të marrë shërim. Falna për çdo mëkat. Në emrin e Krishtit lutemi. Amen. Atëherë do ndrihemi për bekimin. Hiri I Zotit Jezu Krisht, dhe dashuria Perëndis, dhe bashkësia frymës së shenjtë, qofshin me ne të gjithë. Amen.